Në kuadër të javës ndërkombëtare, sot zhvillohet dita e startupeve ku studentët sigurisht do të bëhet një rezumi e projektit Smart, një projekt i cili ka inkuraju idetë smart të bizneseve, një projekt që është këtu në sajt ideve smart që janë apliku nga studentët, nga stafi, por jo vetëm. Ajo që ky projekt ka realizuar ndërkohë në këtë 3 vjeçar është një akordim ose një, le të themi, mbledhje të gjithë stakeholdersave jo vetëm të Shkodrës, por edhe të rajonit, për të prodhuar ide, për të përcaktuar cilat janë nevojat e rajonit, në mënyrë që kjo qendër ti ofrojnë, le të themi, dhe të krijojnë një ambient jo vetëm për të ofruar leksione, por të shërbejnë gjithashtu edhe për të krijuar ide, për të prodhuar ide, si një qendër inovacioni ku studentët bashkëpunojnë me sipërmarrësit të ri, me startupet. Sigurisht, kjo është një shkëmbim ide, sepse këtu kena pjesëmarrëse edhe nga universitetet e tjera të Ballkanit dhe të Evropës perëndimore, dhe sot këta do të ndajnë idetë e tyre, do të marrin feedback dhe do pasurojnë idetë e tyre dhe të jenë të gatshëm, pra që këto të mos mesin vetëm ide, po të kthejnë idetë e tyre në startupe dhe në biznese.